Ndërsa tani zhvendosemi në një pjesë tjetër të vendit, në Gjakov, atje ku takuam zotëri Halim Rustemin, i cili konsiderohet si një nga fermarët më të dalluar të kësaj ane, i angazhuar në pëmishtë, në kultivimin e drevzave dhe grumbullimin e kërpudhave. Ai dëshmon çdo ditë se suksesi në bujqësi vjen nga puna e palodhur dhe dashuria për tokën. Ju ftoj ta ndiqim bashkë këtë histori frymëzuese. Kam kënaqësinë që një intervistë realizoj me zotëri Halim Rustemi, këto në fshatin Babaj Boks të Gjakovës, me cilin do flasim për gjithë punën e tij në bujqësi. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju që jeni ardhur na vizituar, ju përshëndesim, ju falenderoj shumë. Ti këto jeton, vepron këtë fshat edhe sa ka ndryshuar ky fshat? Unë kam lidhur në këtë fshat, unë e dua shumë fshatin tim, e dua familjen time, e dua Kosovën shumë. Edhe për ata se kom lëshua Kosovën, veç 2 muaj gjysmë në luftë, në ka dashur me ikë, për ndryshim kthy me njëherë dhe kom vepruar këto. Bujqësia është për mua ka qenë shumë e mirë. Unë kom punuar shumë me bujqësi, i kom rrit 7 fëmijë me bujqësi. Kom dhënë kontribut sa kom mujt edhe në shtet, edhe në pavarësi, mirë, po më rëndësia është që jemi kthy edhe do të jetoj këtu dhe do të punoj me njerëz të mi të rrethit në Kosovë dhe në bujqësi të mirë. Për ndryshe, fillë mas luftë, unë kom këthy bujqësisë, unë kom qenë një zdruktar shumë i dalluam, edhe lufta mori gjithë shkat që patëm, nuk pata mundësi mu këthyje në zenatin tamë, edhe unë fillova me një organizatë Zvicrane Intercooperation, që unë faleminderoj gjithmonë jetën, se unë kom fillu prej atyneve, mendimin e tyne dhe kom fillu bujqësinë, ku kom pas sukses shumë të madhë, jam prodhues fidanesh, për tim të në përgjithësi, jam pikë grumbullimi i gishtenjes nivel Dugaxhinit, e grumbullojmë edhe Kopurdhen, tash për momentin kemi fidane drezës të mjedrës edhe të Munaferës. Sa është tokë e punueshme ky vend? Sa e ka tokën pjellore? Tokën pjellore nuk e ka shumë ashtë pjellore, mirë po kove hershme ma heret mas lufte, kemi pas problem shumë me ujë, kur tash kemi marrë ujë, unë i kam 3 ujna, edhe bunarin, i kam edhe ujë të bjeshkë se na vjen, kemi edhe ujë që kemi papru me USAID-in me Intercooperation për i Bukava atje, do më thonë tash kemi ujë të mjaftueshëm për sistem pik-pik edhe për boqe. Në përgjithësi kemi mundësi me mjellë dhe me punu sa duhet, kemi ujë të mjaftueshëm. Më trego pak atë rutinën tënde, si nis dita dhe puna në këtë vend dhe me gjithë këto punë që merresh. Unë që tash për momentin, unë jam dalë në penzion, e kom bo moshën që jam dalë në penzion, për 4-5 mujve, unë tash për punoj shumë a pak, me që si djem një pjesë, një djale kam këto, 2 kam në Zvicër, kanë njën shku në pendim, me punue, unë qënë në mëngjes, gjithë bojnë 5 me gjithë shoqën time dhe fillojmë, jo ashtë shumë, mes dite, bëjnë një pushim, 2 orë, këthejna prapë, kur lodhna, apet pushoj qashtu që kaloj ditën mirë të i punuën gjithmonë. Po, edhe sa lypin kujdes krejt këto fidane dhe kjo punë që e banë? Me të thonë drejt... Të pas parasysh edhe dallimit, për kushtimin që duhet mja u dhunë se cilës? Me të thonë drejt, punë ka shumë, mirë për kur e merr njëri me seriozitet dhe me dëshirë të madhe, gjithmonë e kalon. Unë na kemi punë shumë mirë, po punën e punojmë pa ndërprej, për punëtor pak problema, shumë problematik, kove të fundit, që nuk ka punëtor, ne punojmë unë me shoqën dhe djalin e kom këtu, me grua me 2 fëmijë që na kanë kënaqur ata, që najten me neve këtu, edhe unë e kaloj shumë kohën shpejt, mirë, natyrë, në baqe,
i kushtoj kujdes çdo pemë, çdo send edhe mirë. Cila kulturë është ma e vështirë me u punu? Po, kulturat, pemë tim, ta dreza është ma problematike, ka punë ma shumë, ka para ma shumë, ka punë ma shumë, mjedra është me leta, pemë tjera, s'ka na shumë pemë drënore, nuk ka na shumë kujdes të madhë, veç më koni kujdes që mu marë pak me rehabilitu, me punu, me vjel, me shto viti si vjetë. Vjelja është pjesa që lyp ma shumë? Lyp ma shumë punëtor, po vjelja për mu nuk është problem se tregu në kam, treg kemi bërë në qytet, kemi edhe në Shqipëri, mirë, për treg nuk është taj problem të na. Se kemi problem tregun, o problemin prodhimi, me prodhu. Me prodhu ma shumë, si vjeti kam dikon një 25 ari dredhez, ku është kvalitet shumë i mirë, besoj që ka me pas treg të mirë po kaloj. Po cilat janë ato përgatitje tash në këtë periudhë që bëhen në këto kultura? Ma heret ka qenë krasitja, edhe pastrimi i fushave, ma vonë është prodhimi i fidaneve dredhzes, veç dikun edhe një 2 javë fillon fruti, mu vjel, e shkojnë punë të radhazi, mirë për kjo është dredhës që punë krejt vitin te, prita kapin ngricat e dimrit, Çfarë lloj dredhëse është? është El Santa, është dredhës kualitative, është varieteti maj mire që ekzistan, që e krejt vitin, është gjënar shqiptar të bilin saksi në balkone, mes me mjell, van lullave se ka dhe lull të bukur, ta në kohën, mirë po dhe frut. Mi trego pak edhe sfidat edhe vështërsit që i ke pas në bujqësi, vetë pas vite. Në i moment të vështirë, ose edhe në i moment që të ka shku mendja edhe me lonë këtë punë. Po, në fillim, pas lufte, thash kemi pas problem me ujë, kur tanë kohën përnëshim, kur vike gushti kërriku në prishke baqja, u thajshin pëmët edhe besa, unë kom menu gjithmonë shumë herë, jo gjithmonë shumë herë, milshu krejt këtë vend puna ujtë. Mirë po deshi zotit që i bom kushtet e qela bunarën edhe erdhujt për bjeshke, kemi 2-3 loj ujna, tash nuk është sfidë për ujë, nuk është naj problem. Në fillim ka qenë ka pak edhe tregu, i pa përgatitin atëhere, ku morë pjesën e për panajiret ndryshme në Prishtinë, në Pej, në për qytetin Prizren, mirë po ka pas sfida ka pak aty këtu, edhe koha ka here ka prish, ka pak kokrizi, ka pas sfida, mirë po kur je i vendosën për i punë nuk i dahash në fitim je, me siguri. Ndikojnë shumë kushtet klimatike të këto kultura, mundet me i dëmtu? Vitin e kalum ka qenë shumë problematik, i në rabë bryma, bo 6 në nëzera që të të na, ku ka prish lullet e pëmëve dhe s'kemi pas pëmë, përveç do pëmëve që nuk i prish, aronia është pëmë që nuk prishet, dreza lullon ko mas kohë dhe nuk prishet, kurse pëmë tjera, qërshin, tjera të pëmë, lejthi... Nuk ka pas edhe rendiment të mirë? S'ka pas rendiment fare, mullat s'kan pas rendiment vitin e kalum. Se vjetë, po mdo këtë që do të ketë pëmë balë, te që tashti kanë kalu mirë janë, lullin e kanë shumë të mirë, edhe këshi o koni mirë se ardhën për bujësi, ka pas nevoj to, ka nevoj prapë më rapet, mirë për se di sa po kemë... Nuk është ndorën tonë. Jo, sot ndorën tonë, edhe kështu mirë, kryesisht mirë. Si nise me pikën e grumbullimit të Gështanjës edhe Kërpudhës, më trego pak? Pa, unë kom bashkëpunu me një shoqat daneze, Cenevepe. Po. Kom bashkëpunu me ta edhe ata 50-50 më kanë ndihmue për më ngrit atë lokalin çfarë kam aty, edhe mi ble pajisjet, makinat të ndryshme çfarë kërkohen, edhe bashkëpunimi për 2 vjetë unë kom ngrit pikën e grumbullimit, ku vitin e kaluam kom punu bajagi shumë, si vjetë besoj që do të punoj edhe ma shumë, se po ma mërmendja që do të ketë Gështenj hala ma shumë, ja vlen mi bo grumbullimin, është interesi edhe i firmës, edhe i rrethit, i shoqënisë, i fromerëve të cilët grumbullojnë mbledhin e për male dhe kanë pikën e grumbullimit ku e drezojnë gjithë malin për çdo natë, për çdo ditë që mbledhin bramit kanë mundësi mi drezua në pikë grumbullimit. Është një përparësi e madhe shumë për fromerë, një ndërmjetëse madhe. Unë e di që Gështenja në këtë pjesën tonë këtu, njerëz kanë jetuar për Gështenje, kanë marrë familje për Gështenje, edhe sot
Edhe sot, megjithëse Gjishtaja ka pas probleme pak me smuje, Gjishtaja ka pas probleme që s'jen kujdes njerëz për Gjishtajnë, së kujdes shteti fare së marë, e ka pas 2-3 lloj smuje se kanë sulmu, mirë, po më rëndësi hala është ka punohet edhe hala është mirë. Ka fillu pak mo rregullua pak, mo jo hek smuja pak. Po kërpudha, në cilat vende ndodhet ma shumë? Kërpudha ndoga gjenë mas shumë të jashtë në qëtë pjesën që tu të rrethit kufinit, ku është deva, babaj, ne cëtje vinë Butush, Njunek, atër Cërmjan, ajo pjesë atje, është 2 herë në vetë, në pranverë dhe në vjeshtë, ka kupurdha shumë edhe ka të interesum shumë për kupurdhen. Është çmimi i mirë? Është çmimi i mirë të kupurdha, të Gjishtaja pak problematik, se pëmvaret krejt çmimin për cakton Evropa, edhe Shqipëria ma shumë, se në Shqipëri ka ma shumë. Në Shqipëri janë 2-3 pikat grumbullimit ku ato përbin çmimin, ata grumbullojnë ma më shumicë për jashtë. Sa mendon që duhet me qenë çmime? Që mund do atë knaqën gjithë? Duhet me kënë pak maj madhë, me këqyrë nga pikat e grumbullimit, me këqyrë me fitu shumë, po me alon aty në fromerve që mledhin në për male që repin të mledhin Gjishtajnë, neve një pjesët tonë, po na interesën ma shumë me fitu ma shumë vetë se ata. A mendon se kështu edhe po funksionojmë na gjithmonë? Pa për fat keq, kemi asë rastësh, që pikat e grumbullimit një farë mënyre nuk e vlerësojnë fromerin, nuk e vlerësojnë punën që fare bënaj mundshme, sfidat në malë, edhe është keq për ata, është keq. Unë kom vizitu Evropën, në për Evropë shkojnë pak ma ndryshi gjonat, jo sikur të na, i mbron ligji, i mbron shteti, edhe çmimet, po edhe njerëzit i mbron pak ma shumë se të na, po na si shtetëri, ke mundësi me pas Sa mendon që po vlerësohen fermert, bujqet, bujqësi janë përgjithësi vendin tonë, nga qoftë edhe nga përkraja e asaj komune që ndodhen ata fermer, po edhe nga Ministria e Bujqësisë? Si komuna ka dhënë kontribut mjaft për fermer, edhe ka ndihmu me makinat ndryshme, ka ndihmu shumë, edhe falemnderoj shumë drejtorinë e bujqësisë dhe kryetarin e komunës. Ministria e Bujqësisë, so 4-5 vitet e mrama, ka fillu mjaft mirë, o shku shumë mirë, po për fermert është hala pak. Se nëse dom na me hek ndjerrinat, herrat në Kosovë, që mënyrë që flitet në mënyrë popullore, shteti duhet të ndihmojë bujqësisë. Se na dim që shtetet më të mëdha se na, sikur është Hollanda ka 70% buxhetin, edhe na pse mësë pas një bankë agrare së kërë ka Kroacia ose ka Hollanda. Rritet ekonomia vendit edhe bolla kemë rritë si populli. Din qka ka hanë, e shetë ju rritë në baqet vetë, në baqet shtetit vetë, në baqet popullit vetë. Ndryshë është kur vjen prej Serbije, ndryshë kur vjen prej Kroacie, prej prendimit. Nuk dim qka vjen, është problem. Ndryshë është kur njerës këtu sillet para mranda në shtetë. Shtetin ndihmon, fermerët prodhojnë, populli e blejnë edhe parat sillen mranda në shtetë, ndryshë nuk përparan shtetë, është shumë probleme përparan ndryshë. Cilat janë planet për të ardhmen? Një mesazh për rinin, që veç e ceke me fillim që po largohen. Planet për të ardhmen, unë po të flasë për familjen teme, unë e kam një djalë këtu që punon në polici, unë e mendoj mja lanë edhe një punë tjetër shtesë, përveç rrogës policisë. Unë e kam një shtallë për 10 bika, për 10 viqa, 10 bika, ku do të ngrisë shumë shpejt, edhe do të filloj për rritjen e bikave për kultivimin e mishit. Ku ajë nëse danë me vazhdo dhe i do këtë mirë, dhe ta vazhdoj mund të abonë një firmë shumë të madhe, kushte ka, toka ke, kushte ka, vetëm puna është. Për tri të Kosovës, unë e që 3 javë kom qenë në Zvicër të djemë atje, unë e kom pa që shpunuat atje, unë e kom thotë, dje vetëmi me pa punuat në Kosovë që shtu, edhe të unë e këshim marë pare, tash po flasë nga gjuhën që fara kemë pas për një kooperativë temen. A mendon që ka fitime nga bujqësia?
fitimet pa të mëdhaja... Ty pas parasysh krejt shpenzimet, investimet edhe sfidat që i kemi. Tash të bujësia ka shumë lami. Po. Na po flasim për blektori. Blektori tash ti një lopë po kushton 3 euro. Po, vërtet. 3 euro po kushton një kerr. Kushton një kerr. Ata kushtojnë shumë ma shumë mirë, po 3 euro. 3 euro s'ka kushtu kur. Ma llogari se që tasht mi ngrit firmat ndryshme edhe për qumsht, edhe për majmëri nuk ka. E trive të Kosovë u kësha bo apel, këthej më bëne ka një firmë në Kosovë edhe nuk e dojnë erën. Është makallaj me janë një erën e lubëve, se erën e shefit. Sa të përmbush shpirtnisht kjo punë dhe kjo arritje jotja, kur t'vjan këto dhe isha gjitha që po shkojnë mirë, shëndetshme, po konsumon edhe ju familja juj, po edhe ata persona që i blejnë, konsumatorët. Bëllaj, unë e këllë një vetën për i mas luftë e pishlimit që mi shleru, e këllë një mirë, edhe vazhdimisht prej atirit dheri sëtë, edhe më mërmendja dheri sëtë vdes, unë e një vetën mirë dhe shumë i lumëtën që më këthy mas pari në tokën teme, në familjen teme, në Kosovën tonë, atëre unë kom pas vullnet madhë punës. Unë e kom punu shumë me vullnet, edhe sot i kam 65 vjetë, punoj shumë me vullnet madhë, edhe me më që ku do që unë e 3 javë kom nëjë në Zvicër, minë kom nëjë më këthy. S'moj me nëjë dikon tjetër përveç Kosovë shpisjene. Faleminderit shumë dhe të uroj shumë shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit edhe për ju për vizitën, faleminderit shumë. Edhe besoj që kur do e hap firmën, do vi edhe atëherë. Tash jemi në kontakt. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju.